Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 42 vjeçe dhe jetoj në fshat prej gjithë jetën time. Nuk kam kërkuar kurrë shumë nga jeta, një shtëpi të rregullt, pak qetësi, respekt dhe një burr që të më qëndroj pranë si shok dhe jo si pronar. Por jo gjithmonë gjërat shkojnë siç i mendon. Martesa ime nuk ka qenë e keqe në fillim. Ishim si gjithë të tjerët, punonim, mundoheshim, ndërtonim jetën tonë me aq sa kishim. Unë mbaja shtëpinë, kujdesesha për gjithçka brenda, ndërsa ai merrej me punët jashtë. Kështu kaluan vitet, derisa filluan gjërat e vogla që në fillim nuk i kuptoja të ktheheshin si problem. Do shkosh te filani sot, ka nevojë për ndihmë në ar, më tha një ditë. Nuk më dukej gjë e madhe në fillim. Në fshat njerëzit ndihmojnë njëri tjetrin. Sot i ndihmon ti, nesër të ndihmojnë ata. Dhe unë shkova. Puna ishte e lodhshme, por e bëra me qejf, duke menduar se ishte një nder që po bëja. Por ajo që nuk e kuptova ishte që kjo do të kthehej në një zakon. Filloi të më çonte gjithnjë e më shpesh, një herë tek një shok, pastaj tek tjetri, punë të ndryshme, të punoja tokën, të pastroja, të mbillja, të korrja, të rregulloja stallat, të mjelja lopët, çdo ditë nga një gjë. Në fillim nuk thash asgjë, e bëra nga respekti, nga mendimi që kështu është jeta në fshat. Por me kalimin e kohës fillova të lodhem. Jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Zgjohesha në mëngjes, bëja punët e shtëpisë, gatuaj, pastroj, rregulloj gjithçka dhe pa mbaruar mirë, ai më thot: "Hajde se do shkosh te filani sot." Nuk më pyet fare, nuk më kërkon mendim. Thjesht vendos. Unë çohem dhe shkoj. Jam mësuar të mos kundërshtoj. Kam menduar gjithmonë që gruaja duhet të duroj. Por një ditë më mbeti në mendje. Ishte mesi verës, një vap përvoluese. Më çoi tek një shoku i tij për të mjel lopët dhe për të rregulluar stallën. Që në momentin që hyra aty, e ndjeva se sa e rënd do ishte dita. Era e fortë, puna e lodhshme, dirsa që nuk pushonte. Punova për orë të tëra, pa ulur, pa u ndalur. Duar të lodhura, shpinë që më dhembte, këmbë që me zi më mbanin. Në një moment u ula për pak, por u ngrita përsëri. Askush nuk të thot mjaft. Kur mbarova, burri më pa dhe më tha: "Rofsh, na ndihmove shumë. Asgjë më shumë, asnjë shpërblim, asnjë falënderim i vërtet." U ktheva në shtëpi raskapitur. Prisja që burri im të më shihte ndryshe atë ditë. Të më thoshte: "E di që u lodhe, por ai vetëm më pyeti: a mbarove?" Dhe kaq. Aty diçka brenda meje u thye. Nuk ishte vetëm ajo ditë, ishin të gjitha ditët. Të gjitha herët që unë jepja gjithçka dhe nuk merrja asgjë. Fillova të vërej më shumë. Ai nuk shkonte vetë, gjithmonë më dërgonte mua, sepse ishte më e lehtë për të. Dhe unë nuk kundërshtoja. Unë bëja gjithçka. Dhe normalisht, ky ishte një përfitim. Nga puna ime, nga heshtja ime, nga durimi im, kjo më dhëmte më shumë se çdo lodhje fizike. Ndjesha e pavlerësuar, sikur të isha një mjet pune, dhe jo një grua apo bashkëshorte. Një ditë pas një pune tjetër të gjatë, u ula vetëm në obor dhe për herë të parë nuk mendova për punën e nesërme. Mendova për veten time. Pse po e lejoj këtë gjë? Sa do të vazhdoj kështu? E vërteta është e thjeshtë. Askush nuk të shfrytëzon nëse ti nuk e lejon. Unë e kisha lejuar për vite. Jo sepse doja, por sepse isha mësuar të hesht, të duroj, të mos bëj zë. Por brenda meje diçka kishte ndryshuar. Nuk ishte më thjesht lodhje. Ishte një ndjesi tjetër, një revolt dhe qetë, një zë i brendshëm që më thoshte: "Ti meriton më shumë se kaq." Që atë ditë nuk jam më e njëjta. Ende nuk kam bërë ndonjë ndryshim të madh. Ende ndonjëherë shkoj kur më thot, por nuk e bëj më me të njëjtin mendim. Tashmë e di,
që kjo nuk është ndihmë. Ky është shfrytëzim. Dhe kur e kupton këtë gjë, është vetëm çështje kohe derisa të ndryshosh diçka. Një grua mund të duroj shumë, por jo pafundësisht. Dhe unë kam filluar të mos dua më të duroj. Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 42 vjeçe dhe jetoj në fshat prej gjithë jetën time. Nuk kam kërkuar kurrë shumë nga jeta. Një shtëpi të rregullt, pak qetësi, respekt dhe një burr që të më qëndroj pranë si shok dhe jo si pronar. Por jo gjithmonë gjërat shkojnë siç i mendon. Martesa ime nuk ka qenë e keqe në fillim. Ishim si gjithë të tjerët. Punonim, mundoheshim, ndërtonim jetën tonë me aq sa kishim. Unë mbaja shtëpinë, kujdesesha për gjithçka brenda, ndërsa ai merrej me punët jashtë. Kështu kaluan vitet, derisa filluan gjërat e vogla që në fillim nuk i kuptoja të ktheheshin si problem. Do shkosh te filani sot, ka nevojë për ndihmë në ar, më tha një ditë. Nuk më dukej gjë e madhe në fillim. Në fshat njerëzit ndihmojnë njëri tjetrin. Sot i ndihmon ti, nesër të ndihmojnë ata. Dhe unë shkova. Puna ishte e lodhshme, por e bëra me qejf, duke menduar se ishte një nder që po bëja. Por ajo që nuk e kuptova ishte që kjo do të kthehej në një zakon. Filloi të më çonte gjithnjë e më shpesh. Një herë tek një shok, pastaj tek tjetri. Punë të ndryshme, të punoja tokën, të pastroja, të mbillja, të korrja, të rregulloja stallat, të mjelja lopët, çdo ditë nga një gjë. Në fillim nuk thash asgjë, e bëra nga respekti, nga mendimi që kështu është jeta në fshat. Por me kalimin e kohës fillova të lodhem. Jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Zgjohesha në mëngjes, bëja punët e shtëpisë, gatuaj, pastroj, rregulloj gjithçka dhe pa mbaruar mirë, ai më thot: "Hajde se do shkosh te filani sot." Nuk më pyet fare, nuk më kërkon mendim. Thjesht vendos. Unë çohem dhe shkoj. Jam mësuar të mos kundërshtoj. Kam menduar gjithmonë që gruaja duhet të duroj. Por një ditë më mbeti në mendje. Ishte mesi verës, një vap përvoluese. Më çoi tek një shoku i tij për të mjel lopët dhe për të rregulluar stallën. Që në momentin që hyra aty, e ndjeva se sa e rënd do ishte dita. Era e fortë,